është kënaqësi vetjake deri diku. Është se domethënë unë e lidh shpesh me këtë idenë, domethënë që e kam të nevojshme, por që kur vjen frymëzimi, thjesht vjen frymëzimi se është një detyrë që duhet përfunduar, është e ke përshtat të deadline-in që të filloj klienti për shembull ose që i vetes për një punë, është ai deadline, po nuk ka deadline më aty, është deadline kështu natyror, biologjik, si më thonë. Thjesht erdhi frymëzimi dhe thjesht duhet mbaruar. Se do na shteroj frymëzimi në fund. Edhe por që e mira është se unë pres thjesht vi frymëzimi ta bëj se pastaj mund ta përpunoj, nuk është problem. Thjesht si ide të dalë një. Do të thënë këtu është ai që bashkohet pasioni dhe ajo sa do muzikën ti që pasioni dhe qefi. Normalisht se është hobi dhe kështu. Domethënë është dhe hobi dhe punë njëkohësisht me thënë drejtën. Kurse kjo pastaj është kremte dhe motmorci dhe visligu i famshëm. Kjo është metal. Kjo është extreme metal. Kjo në vetvete është quhet se rryma doom death metal. Doom metal dhe death metal. Jo duam death metal. Doom death metal. Është bashkë. Fix. Doom. Muzika vdekjes është quajtur ndryshe. Nuk e di pse e quajnë kështu. Ta e vibe që nga fotoja. Tash i vislig që ta kapim. Ky është një nga kalamajt e mi bashkë me gjakmoçmi nga fillimi, që nga fillimet e kalamajt e mi, shikoj. Kalamaj, po muzika e tillë është me thënë drejtën se janë këto do ngelen, unë do iki një ditë. Çdo artist, po visligu, ideja visligut. Vislig, neve shqiptarët kemi fatin e mirë që përbëjmë fjalë përgjithsisht. Kemi fjalë të përbërta shumë. Kjo mund të kuptohet, vis dhe lig. Lig, njeriu i lig ose ligsi, vis janë viset. Viset e liga, ose visi i lig, po viset e liga. Viset e liga e ka konceptin shumë larg, shumë gjatë, është histori shqiptare, rrënjësisht dhe thellësisht, vetëm. Titulli është shqip, emri albumit është Shqip Kremtet e Motmorcit, është frymëzuar nga historitë shqiptare dhe nga gjëra që fishta tekstit paktën lirikalisht dhe muzikalisht është frymëzuar nga gjërat që kam unë trurin tim për Shqipërinë, historinë, filozofinë e të gjitha gjërat. Edhe si e shoh unë aspektin. Ti ke sill fishtën në death metal. Po, domethënë Lorenci që është vokalisti e tholli në death metal me idet, domethënë mori vetit shqiptare ose legjenda, mitologji si Zampiri ose Lebetia. Lebetia për shembull është një këngë brenda në album, kënga e dytë. Lebetia është gjendje i lebetituri për shembull. Është gjendja e lebetis. Domethënë është Lorenci ka dhënë lebetis imazh, sigurisht një person, edhe vjen të shfarosit është, ja kupton? Po është ideja kjo shfarosja, se historia shqiptare është gjithmonë fatkeqe, vetëm luftra, vetëm vuajtje. Ideja e visligut është kjo, domethënë që është neve jemi ata dy njerëzit si vdekje që ecin dhe tregojnë historinë, që ecin gjatë gjithë historisë, domethënë, dhe thjesht tregojnë çfarë ka ndodhur këtu. Se siç ta thash diç parë për shembull, visligu është bazuar dhe frymëzuar nga kënga e fundit, që teorikisht është kënga e parë që është kompozuar, që është kënga Vran Vislig. Nga aty ka dalë dhe emri që këtë tekst e ka bërë vllai im faktikisht, kjo është vetmja që ka bërë vllai im, edhe nga aty lindi gjithë ideja e grupit, Vran Visligu. Dhe ideja e kësaj këngë është që Shqipëria është ajo që sapo përmenda, është një qytet i mirë, ose shtet i mirë, domethënë po le ta përfitojmë një qytet i mirë, domethënë i zi i errët ku çdo lloj gjë skamje dhe njerëzit rrinë mbyllur në shtëpi dhe thjesht njëri tjetrit se ke parasysh domethënë duke lëshuar gjëra, vetëm vemi edhe kështu gjërash, por që njëkohësisht vetëm shiu bie gjithkohës, nuk ka ditë të qetë dhe shiu është i zi, edhe njerëzit përpiqen mendojnë se po dalin aty jashtë dhe të kapen nga shiu, mendojnë se është litar dhe mund ngjiten atë dhe të shpëtojnë nga kjo, por kjo nuk shpëton, dhe është ideja nuk shpëton nga asgjë. Dhe ideja është që aty në atë qytet ecim neve dhe thjesht shtjellojmë çfarë ka ndodhur gjatë historisë. Dhe thjesht nga ky tekst pastaj u ruajt emri Vislig, që u fut emri grupit. Vrani Vislig është qelli i tokës, i visit të lig, domethënë që qelli po thjesht është hapur dhe po i vret njerëzit, ishte muhabeti. Edhe pastaj domethënë thjesht u futëm më thellë dhe neve historisë, domethënë se kjo thjesht ishte më shumë histori fantazi.
mos e përfytyron, Ka, domethënë ka studim më vete, tha. ka studim në vet, po ky teksti po, me së drejtën teksti i Vran Vislikut është 2 faqe, me së drejtën, dhe është kënga 15 minuta apo ka shumë. Imagjinoj, si thash unë, imagjino të bëj tekst 15 minuta. 15 minuta e ka bo vllai këtë, edhe muzika nuk mbaronte se s'mbaronte teksti, dhe shkodhe, a mbaruam, po mbaruam, tash si po i thash. Tash si mbaruam dhe Lorenzo që e këndoi, tha po ç'na bëre. Por që është histori në vetë dhe kjo, po. Na iku, s'ka gjë.